Drejtori i ri i ndërmarrjes së ujësillës kanalizimeve rajoni Vlorë Klevis Kaso gjatë një komunikimi me median këtë të martë tha se detyra e re do të jetë një përgjegjësi e madhe për të, si në aspektin personal por edhe në atë politik, duke premtuar përmirësim të shërbimit ndaj qytetarëve në bashkitë Vlorë, Himar dhe Selenic, si dhe investime të rëndësishme në rrjet. Marrja e kësaj detyre është një përgjegjësi personale, po gjithashtu dhe politike për të përmirësuar shërbimin ndaj qytetarëve të tre bashkive që ky institucion përfaqëson, siç është Bashkia e Vlorës, Bashkia e Himarës dhe Bashkia e Selenicës, në bashkëpunim intensiv me të tre bashkitë, me drejtorinë e përgjithshme të Akukut, si dhe me partnerët ndërkombëtar, në përditshmërinë tonë do të performojmë për të rritur cilësinë e shërbimit, për të qenë sa më pranë konsumatorëve dhe për të ndihmuar rrjetin që të gjithë e dimë që ka problematika në qytetin të Vlorës, në të Himarës dhe të Selenicës, por ashtu siç e theksova, me partnerët, me drejtorinë e përgjithshme, me bashkitë, me rentabilitetin që kjo ndërmarrje ka filluar të ketë tani më, do të përkthehen të gjitha në investime për të mirën e qytetarëve dhe ta largojmë atë ndjesi që ka pasur konsumatori ndaj ndërmarrjes së ujësillës kanalizimeve Vlorë. Klevis Kaso foli edhe për projektin e rrjetit të ri të ujësillësit, që tashmë është drejt përfundimit në qytetin e Vlorës. Kreu i ndërmarrjes së ujësillës kanalizimeve rajoni Vlorë theksoi se deri më 15 maj do të ketë përfunduar rikthimi në gjendjen e mëparshme i rrugëve për të qenë gjithçka gati për sezonin turistik. Ai tha se është në kontakt të vazhdueshëm me kompaninë që po zbaton projektin dhe se momentalisht është faza e lidhjeve të nyjeve të rrjetit të ri me rrjetin e vjetër. Për sa kohë kam krijuar menjëherë kontakt me administratorët e firmave që po operojnë në qytetin e Vlorës dhe së bashku me Bashkinë e Vlorës po bëhet është bërë një grup pune për të mbyllur asfaltimet deri në 15 maj. Ky është deadline-i që kemi vendosur për të katur sezonin turistik dhe të qenë sa më gati për të pasur një infrastrukturë shumë të mirë, të ndihmuar nga ujësillësi në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë. Projekti është drejt përfundimit, po lidhen nyjet kryesore me fjalë popullore me lagjet dhe pastaj do të kalojmë në fazën e lidhjes me konsumatorët. Sipas Klevis Kasos, objektivi kryesor i tij në krye të këtij institucioni do të jetë përmirësimi në përditshmëri i shërbimit ndaj qytetarëve në drejtim të furnizimit me ujë të pijshëm, por edhe të shërbimeve në rrjetin e kanalizimeve. Vetë ndërmarrja objektivi është përmirësimi në përditshmëri, ne të kalojmë në faza përmirësimi, por dhe të ngelimi stand-by ose të bëjmë regres. Kjo është ajo që ne kemi objektiv si ndërmarrje për të përmirësuar furnizimin me ujë të pijshëm, po edhe rrjetin e kanalizimeve, që është shumë i nevojshëm në një qytet turistik siç është qyteti i Vlorës. Kaso premtoi se investimet do të ketë në zona turistike për të përmirësuar situatën e furnizimit me ujë, siç është Radhima dhe Zvërneci, por pa lënë mënjan as lagjet e qytetit të Vlorës, ashtu si kundër edhe bashkitë Himar dhe Selenic. Po kemi bërë një lidhje të re për përmirësimin e ujit që do të shkojë në fshatin Radhim, që është një fshat shumë turistik dhe pritet që të ketë një prurje shumë të mëdha turistike të njerëzve që do të vinë gjatë stinës së verës. Kemi projektin e Pusit të Mezinit që ka qenë një nga lagjet problematike dhe që vuan shpesh me furnizimin e ujit të pijshëm, sidomos në stinën e verës, por Akuku ka shumë projekte të mëdha për përmirësimin e të gjithë ujësillës kanalizimeve Vlorë si rajon, që do të thotë dhe në pjesën turistike përtej Llogaras. Në pjesën turistike Zvërnec kemi një projekt me Bashkinë e Milanos që po implementohet për të rritur performancën për një në nga skajet e qytetit. Po lidhet me ujë të pijshëm aeroporti i Vlorës. Të gjitha këto janë projekte që po bëhen njëkohësisht dhe do të duan pak durim nga ana e konsumatorit, qytetarëve, për të rritur performancën e kësaj drejtorie që nuk është të punuari 24/24, shërbimi ndaj klientit dhe një gjë që është shumë e rëndësishme është kemi bërë një plan masash për sezonin turistik që të kemi gatishmëri absolute 24/24, por dhe ndërhyrja ndaj avarive që ndodhin në qytet, kemi grupe të posaçme që do të reagojnë në kohë shumë të shpejtë për të ardhur në ndihmë qytetarëve.